Po përsëritëm pak se shumë Alberti nuk folje, Rolandi po ashtu, e ka një mendim? Kontributin e diasporës nuk guxojnë në asnjë moment me vendosën pesh. Keq kur. Rolanda veç po kisha mi marrë dokumentet mira diasporës. Shko me vëllë marrë koment. Mëse po për vëmendje. Mos i po thu për vëmendje, se të regojnë në sot. Krejtë të më shojnë veç realitetin Dafin, për ngam, folje. për vëmendje na përshojmë kush është, atë se kur po bëhet e tepër, pak po bëhet e tepër. Nëse dën me fol veç sin apo qohem po dalim, jashtë fol edhe në rregull jemi. Jo. Apo kupton? Vazhdo. Nuk është çështje vëmendje këtu. Është temë ndihshme dhe kur është temë ndihshme nuk ka nevojë hiç vëmendje me pas. Është çaqë ndihshme sa po bën. Po shumë brenda. Po diskutojmë. Jo, është ndihshme. Është ndihshme, pse është ndihshme se ka po politikë. Në Rolandia, jo, Dafina janë, ti e Rolandi. Veç dush me na lënë me fol, kur gjë tjetër. Po jo, se që po thuaj ndihshme. Po jo, veç duhet me na lënë me fol. Se është ndihshme, këtë janë 10%. Po zhurma nuk zgjidh kur gjë, bre. Po leta ketë Zhurma Rolandi. nuk zgjidh kur gjë, po din tash na mund me Sa i zhurmë sa përket dojmë. përçarjes, kush mendon që e ka pru përçarjen më shumë diasporë dhe Politika vendas? ka pru përçarjen në ekstrem. E kanë shfrytzuar patriotizmin e tyre, diasporës e kanë shfrytzuar mllefin ndaj vendit që kanë pas, e kanë shfrytzuar atë mallin për vendin, edhe e kanë pru në këtë drejtë që jemi sot.